Në fshatin Karjan të bashkisë së Gjirokastrës, Vera sjell një ritëm të shtuar pune dhe gjallërie për banorët e zonës. Kjo periudhë konsiderohet ndër më të bukurat dhe më të rëndësishme të vitit, pasi lidhet drejt për drejt me prodhimin bujqësor dhe mirëqenien e familjeve. Çdo mëngjes banorët nisin ditën e erët, duke u angazhuar me aktivitete të ndryshme që lidhen me tokën dhe traditat e trashëguara ndër vite. Sot me të korrat barit në Lajthi dhe në Truall. Nuk është se vetëm ka të bukurin e vetë, ka vapën, ka punën, jemi të shtrënguar me Lajthit, perimet në pako gjë, jo për tregti në qytet, i konsumoj me familjen time. Ka fshati juaj, ka banor që tregtojnë në treg? Ka, po pak. Se të rritë, ka një kur të moshuarit kanë ngelur këtu, janë disa familje, miren me blektori të rritë që janë, kështu që nuk shohën bujqësinë, kanë blektorin të rritimin e tyre. Fshati ka shumë punë, kemi vreshta, kemi nga këto perimet në Lajthit që i mblezin. Çdo gjë, këto punë janë në fshat, kanë bakti, këtë periudhë në mëngjes ngrihemi shpejt dhe më nga vreshti, shomë rushin, bëjnë spërkatje, vaditje, harje, atë gjitha. Tani në kohën e Lajthive, ngrihemi shpejt që në 5, mbledhim Lajthit, im në shtëpi në orën 10 se shumë vatë. Që tani mbledhim rendimente tona të punës një vjeçare. Edhe pak e zorshme, pak e lodhshme, po do ta bëjmë, s'kemi shbëjmë. E çfarë punësh përkon? Unë nuk kam shumë gjëra. Kam pak Lajthi, 2-3 ditë punë, edhe me kaq i mbarojmë. Ka treg për Lajthin, ku e shisni? Unë e kam sa për vetë. Me fëmijët, me këta nuk shes. Ka banor që e shesin? Ka shumë. E shesin, po karon edhe çmimi me sa dëgjoj këtu. Përveç punëve të përditshme, Vera sjell edhe një atmosferë të veçantë në fshat. Karjan i mbushet me turistë të huaj dhe emigrantë që kthehen në vendlindje për të kaluar pushimet pranë familjeve të tyre. Gjallërohet kanë filluar dhe vinë në emigrimi. Do rrinë rreth një muaj, do ikin prapë në vendin e tyre. Kanë krijuar familje të ndeja, shtëpitë, punën, të cilat nuk i kanë këtu. Ka nostalgji për fshatin? Kanë. Fshati tonë, fshati mirë. Është i vetmi në Lungjëri që ka këto kushte. Ke ujnë, ke jetën. Aty janë turistët, përballë kemi. Të dilni aty në qatë, aty janë. Aty që në sot dije... E pëlqejnë fshatin? E pëlqejnë, shumë. Emigrantët kanë filluar, kanë 2-3 ditë dhe fshati ka gjallëruar. Me fëmijë, me të rritur, me të... Edhe njerëzit të gëzohen që kanë ardhur niprit, fëmijët. Rrugët gjallërohen, shtëpit hapin dyert për të afërmit dhe miqt, duke krijuar një ndjesi ngrohtësie dhe bashkimi që e bën këtë periudhë edhe më të veçantë për komunitetin.